Kryeministri Rama ka dhënë lajmin se procedura për mbylljen e TikTok në telefonat smart ka përfunduar. Kryeministri foli lidhur me këtë në rubrikën Symsy. Sipas njoftimit për mbylljen e rrjetit social TikTok, qytetarët kanë nisur të përdorin VPN për ndryshimin e locationit dhe hapjen e TikTok. Rama shpreh se kjo mënyrë është shumë e rrezikshme pasi sipas tij, hakerat bëjnë nami në vjedhjen e të dhënave të telefonit. Rama kërkoi që të durojnë edhe pak kopa TikTok, duke u shprehur se përfaqësues të kompanisë do të vinë së shpejti në Shqipëri për të paraqitur planin për rritjen e sigurisë. Procedura për mbylljen e TikTok ka përfunduar për telefonat smart. Të gjitha dinë që mënyra për t'u shmangur bllokimit duke përdorur VPN falas është shumë e rrezikshme sepse dihet botërisht se hakerat bëjnë nami në grabitjen e të dhënave të telefonit. Duroni pa TikTok disa kohë deri kur të përfundojnë edhe programin e përbashkët kompaninë TikTok, e cila së shpejti do të vinë në Shqipëri për të paraqitur planin për rritjen e sigurisë për fëmijët dhe adoleshentët, në mënyrë që gjithë të jeni të lumtur, kompania, prindrit, fëmijët, mësuesit, por edhe ne, tha Rama.